Migrimi potencial i banorëve nga rajoni i Korçës është botimi i fundit që vjen nga disa pedagogë të Universitetit Fanoli të Korçës. Kjo punë kërkimore synon të ndihmojë në kuptimin e faktorëve që ndikojnë në vendimet për migrim dhe në orientimin e politikave zhvillimore në nivel lokal. Rezultatet tregojnë një prirje në rritje për migrim, sidomos në radhët e të rinjve. Sigurisht që ideja lindi bazuar tek një lloj perceptimi i përgjithshëm që ne kemi mbi atë se gjithnjë më tepër të rriturit dëshirojnë të largohen nga vendi, por për të mos ngelur tek perceptimi, qëllimi është që këtë informacion ta ofrojmë mbështetur tek metoda shkencore, tek të dhëna statistikore, të cilat në fakt shërbejnë si një databazë të quaja, si një panoramë e përgjithshme mbi atë se me çfarë pritet të përballet rajoni në të ardhmen, kur ky fluks migrantësh ndrohet në një migracion real. Ky botim ofron një pasqyrë të qartë të përmasave të kësaj dukurie dhe rëndësisë së saj për politikat rajonale të zhvillimit. Përveç pjesës njohjes me realitetin, me gjithë ato probleme që ai krijon dhe pasojat që janë të dukshme, që do të vazhdojnë të shfaqen, ne do duhet të përpiqemi të ndërtojmë projekte, programe të cilat përfshin të gjitha ato institucione që në mënyrë reale e kanë detyrë publike dhe funksionale të merren me këtë çështje. Botimi migrimi potencial i banorëve nga rajoni i Korçës është tashmë i disponueshëm për lexuesit në bibliotekën e universitetit dhe në bibliotekën Thimi Mitko të qytetit të Korçës, si një burim i vlefshëm për studiues, studentë dhe politikbërës që kërkojnë të kuptojnë më mirë sfidat dhe drejtimet e migrimit në këtë rajon.